natyrisht që i pengon edhe ata. Shpesh herë ata nështë atë kanë qenë edhe të bullizum shkolla për shkak të pozitave tona publike. Ju jeni gruaja një politikani, tashmë të gjithë e dim këtë, po politika, gazetaria janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, edhe duke ditur që gazetarët janë kritikuesit më të mëdhenj të politikës, e ke kritikuar ndonjëherë në verë me thonë Po, verë që të nuk jetë duke vepru mirë. Besa edhe vetë shpesh herë thotë unë e kom pas vështirë se në publik e kom pas mediat e mandej kur më kthy në shtëpi e kom pas revizien e cila në dy anët. Unë ka kritiku. Unë mendoj që kjo ka qenë shumë frytdhënëse edhe për të si politikan, sepse unë kom qenë ajo pjesa e popullit, ai zëri popullit që gjithmonë në mramje i kom tregu për gabimet që ka bo ai ose qeveria në cilën ai ka qenë pjesë. Do me thonë, unë kam qenë ai zëri opozitar në shtëpi, por njëkohësisht kam qenë edhe këshilltarja e tij kryesore, sa i përket aspektit të mediave, prezantimeve të tij e tjera, unë e kam këshilluar me shumë raste. Mendoj që ka pas fatën këtë pjesë. Se të këshilla pa pagesë. Besoj edhe unë era, se di qysh e shehaj, po. Po si jeni përballë përsërisht jo me gjykimet publike, me komentet negative, as më pak duke di që shumica e prodhimeve të lajmeve kanë qenë prej studentëve juaj. Me thonë drejtën, unë si natyrë jam kështu ma eksplozive dhe i marrë gjërat shumë afër zemrës. Mirë po me kalimin e kohës jam mundu me trajnu vetën me i marrë senet me qetësi. E në veri ka qenë, me këtë rast ka qenë shumë ma, edhe si karakter është ma i qetë, edhe ajo më ka mësu që me i marrë shumë me qetësi, mashtruar, edhe kritikat, edhe nështë lajmet, dezinformatat që janë prodhu për ne, edhe me kalimin e kohës dyqysh ma ndej kalitesh në atë pozitë. Ndoshta ju e keni pas pak ma letë edhe m'ja u shpjegu dhe fëmijëve, se shpesh herë këtu ndikojnë edhe në aspektet familjare. Po, definitivisht, sepse ajo natyrisht që i pengon edhe ata. Shpesh herë ata nështë atë kanë qenë edhe të bullizum shkolla për shkak të pozitave tona publike. Edhe unë jo mundu që me i bo ata që me marrë sa mashtru të situatën edhe lajmet që ka ndollë për ta ose për neve si qift ose për enverin ekskluzivisht. Kujtu ndonjë lajm që ndoshta të ka prek pak ma shumë? Që ka qenë pak ma iron? Po përbes ka shumë, kështu që për momente s'po më kujtojnë një kretë saksisht çfarë ka qenë, po ka pas të lajshme. Ka pas shumë lajme.